Me irë të Zotit, do të lexoj diçka vëllezër nga fjala e Perëndisë në letra drejtuar Hebrejve, faqja 261, është kapitulli 10, nga vargu 19. Faqja 261, Hebrejve, Alleluja. Kapitulli 10, nga vargu 19, vëllezër, alleluja. Le ta ndjekim me vëmendje, vëllezër, alleluja, çfarë Zoti do të na japë sot. Duke pasur pra, o vëllezër, liri të plotë për të hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një udhë të re dhe të gjallë që ai përuroi për ne me anë të velit, domethënë të mishit të tij, duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndisë, le t'i afrohemi me zemër të vërtetë, me siguri të plotë besimi, duke i pasur zemrat tona të lara prej ndërgjegjes së ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar, le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi, dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet, sepse në qoftë se ne mëkatojmë me dashje, mbasi kemi marrë dijeninë së vërtetës, nuk mbetet më asnjë flijim për mëkatet, por vetëm një pritje gjyqje të mërshme dhe një endezur zjarri që do të përpijë kundërshtarët. Kushdo që shkel ligjin e Mojsiut vritet pa mëshirë me deponimet e 2 ose 3 dëshmitarve. Çdo dënim më të keq meriton sipas mendimit tuaj ai që ka shkelur me këmbë birin e Perëndisë dhe ka konsideruar profan gjakun e beslidhjes me të cilin u shenjtërua dhe ka fyer frymën e hirit, sepse ne e dim atë që ka thënë, akmarrja më takon mua, unë do ta jap shpagimin, thot Perëndia. Dhe përsëri, Perëndia do të gjykojë popullin e vet. Gjë e tmerrshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë, dhe tani sillni ndërmend ditët e mëparshme, në të cilat pasi u ndriçuat, keni duruar një luftë të madhe vuajtjesh, duke u bërë objekt fyerjesh dhe mundimesh, duke u solidarizuar me ata që trajtohen në këtë mënyrë. Sepse treguat dhimbje për mua në prangat e mia dhe keni pranuar me gëzim t'ju zhveshin nga pasuria juaj, duke ditur se keni për veten tuaj një pasuri më të mirë e të qëndrueshme në qiej. Mos e hidhni tej guximin tuaj që do të ketë një shpërblim të madh, sepse ju keni nevojë për ngulm, që mbasi të bëni vullnetin e Perëndisë, të merrni gjërat e premtuara. Dhe fort pak kohë, dhe ai që duhet të vijë do të vijë, dhe nuk do të vonojë, dhe i drejti do të jetojë prej besimit, por në qoftë se ndokush të riqet mbrapa, shpirti im nuk do të gjejë pëlqim në të. Por ne nuk jemi nga ata që të riqemi mbrapa për humbje, por nga ata që besojnë në shpëtimin e shpirtit. Amin. E falenderojmë Zotin, vëllezër, alleluja, që na bën të denjë të jemi përpara Perëndisë, që na bën të denjë që të mblidhemi dhe të dëgjojmë fjalën e Perëndisë, është hir nga Perëndia e mbledhura bashkë. E falenderojmë Zotin. Është bekim, motra dhe vëllezër, alleluja, që të zgjedhurit e Perëndisë të jenë bashkë, lavdi Zotit,
të dëgjojnë zërin e Perëndisë dhe për këtë shkak, thot Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, do të kalojmë në një rrugë të ngushtë, sepse çdo njeri që do të thresë, thot motra dhe vëllezër, emrin e Zotit dhe do të ecë në të vërtetën, do të përndiqet. Do me thënë, do të kaloj vështirë. Nuk do të pranohet, motra dhe vëllezër, aleluja, nga bota, rruga në të cilën ne ecim dhe kemi zgjedhur. Por hiri i Perëndisë, fryma e Perëndisë që Zoti na ka dhënë, do ta bëjë, motra dhe vëllezër, aleluja, të qëndrueshëm rrugëtimin tonë. E falenderojmë Zotin në këtë rrugë që të jep shpëtimin e shpirtit. Kjo është zgjedhja që Perëndia ka bërë, motra dhe vëllezër, në jetën tonë. Ai erdhi dhe na zgjodhi ne, nuk e zgjodhëm ne, motra dhe vëllezër, por gjetëm hir në sytë e Perëndisë dhe Zoti erdhi dhe na mrekulloi, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse bëri një vepër në jetën tonë dhe ne duke parë këtë vepër mrekulloheshim dhe i jepnim lavdi Perëndisë. Prandaj Zoti, pasi keni kaluar, thotë, kohë, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë rrugë, gjithmonë shikoni veprën e Perëndisë që ka bërë në jetën tuaj. Shikoni, motra dhe vëllezër, aleluja, se si Zoti na thiri në fillim të besimit, sepse gjithmonë duke kujtuar fuqinë e Perëndisë, veprën e Zotit në jetën tonë, ne do të marrim kurajo, ne do të marrim forcë, motra dhe vëllezër, ne do të jemi të bindur në këtë rrugë që këtë vepër e ka nisur Perëndia dhe ai do ta përfundojë. E falenderojmë Perëndinë. Duke pasur, vëllezër, këtë liri të plotë për të hyrë në shenjtore me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Na është dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja, liri që të hymë në shenjtërore e Perëndisë, nëpërmjet këtij flijimi të madh që Perëndia bëri për të gjithë ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Kemi të drejtën që t'i drejtohemi atit tonë direkt si bij të Perëndisë, sepse na bleu me gjakun e birit të tij Jezus Krishtit në kryq të Golgotës. Me këtë flijim të madh, na jepet e drejta që ne t'i drejtohemi atit tonë qiellor për gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja. Na është dhënë liri. Me anë të një udhë të re dhe të gjallë, që ai përuroi me anë të velit, do me thënë mishit të tij. Në dhjetën e vjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, ishte një vel që e ndante popullin, motra dhe vëllezër, aleluja, për të hyrë në shenjtore. Dhe veli që i pengonte në dhjetën e vjetër njerëzit që të hynin në të shenjtën, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti e krahason veli që u hap, motra dhe vëllezër, për të na dhënë ne të drejtën që të mos kemi pengesë për të hyrë në shenjtëroren e Perëndisë. E falenderojmë. Kjo është udha e re që Zoti hapi për ne të gjithë. Dhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndisë. Kemi një kryeprift, motra dhe vëllezër, aleluja, në shtëpinë e Perëndisë që ne i drejtohemi. Lavdi Zotit, le t'i afrohemi me zemër të vërtetë. Ta shohim me vëmendje, motra dhe vëllezër, aleluja, si do të shkojmë në këtë tempull, si do t'i drejtojmë lutjet tona, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe Zoti na mëson si mund të dëgjohen, motra dhe vëllezër, lutjet tona kur ne shkojmë dhe hymë, motra dhe vëllezër, në shenjtëroren e Perëndisë, ku është kryeprift Zoti ynë, motra dhe vëllezër, dhe i drejtojmë lutjet tona atij. Shkoni si thot, me zemër të vërtetë, që një zemër, motra dhe vëllezër, aleluja, të jetë e pastër kur shkon në praninë e Zotit.
Tjetër, me siguri të plotë besimi, duke ditur se ku po hy, duke ditur se kujt po i drejtohem, kush është ai, motra dhe vëllezër, aleluja, që erdhi u flijua për ne dhe ndërmjetëson për ne, motra dhe vëllezër, dhe është kryeprifti ynë, e falenderojmë Perëndinë, shkojmë me një besim të plotë tek ai. Besim, motra dhe vëllezër, duhet kur ne lutemi Zotit për gjithçka. Duke i pasur zemrat tona të lara prej ndërgjegjes së ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar. Si do të shkojmë, motra dhe vëllezër, në shenjtëroren e Perëndisë, ti lutemi kujt, motra dhe vëllezër, kryepriftit tonë që është Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja, me besim të plotë tek ai, me një zemër të pastër, thot motra dhe vëllezër, dhe ndërgjegje të pastruar, të mos ketë në zemrën tonë asnjë lloj ligësie, asnjë lloj gjëje që më pengon lutjet e mia, motra dhe vëllezër, aleluja. Pengohen lutjet tona, patjetër, motra dhe vëllezër, aleluja. Lutjet tona pengohen kur këto nuk bëhen me besim dhe me gjithë zemër. Thjesht unë shkova dhe u luta, nuk mundet, motra dhe vëllezër. Duhet kuptojmë se si do shkoj dhe ku do shkoj. Dhe si jam, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe kur shkojmë që ti lutemi Perëndisë, vëllezër, aleluja, ne do t'i lutemi Zotit në radhë të parë që gjaku i Krishtit të na pastrojë nga çdo mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja. Të jemi të pastër kur të shkojmë dhe çfarë, motra dhe vëllezër, të shpijem lutjet tona përpara Atit. Para se të vesh dhe të bësh flijim intent, thot Perëndia, nëse rrugës kujtohesh që ke diçka me vllajën apo me motrën, lere këtë flijim, shko pajtohu njerë me vllajën apo me motrën, pastaj shko të bësh flijim intent, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Për çfarë arsye? Që lutja jote të pranohet. Nëse në zemrën tonë kemi diçka që na ndan, motra dhe vëllezër, për këtë na flet Zoti që zemra jonë të jetë e pastër kur shkon përpara Perëndisë, atëherë do të dëgjohen lutjet tona dhe Zoti do të veprojë, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë. Shpresa e të krishterit është, motra dhe vëllezër, aleluja, jam biri Perëndisë. Shpresa jonë është qytetaria ime është qielli. Shpresa jonë është atje ku jam unë do të jeni edhe ju. Për këtë erdhi Zoti dhe u flijua, motra dhe vëllezër, që ta shpëtojë popullin e tij, gjithë secilin që do Perëndinë, motra dhe vëllezër, prandaj u flijua në kryq, që gjithë secili që e pranon këtë flijim, të ketë jetë të përjetshme, dhe jetë të përjetshme në prani të Perëndisë, motra dhe vëllezër. Kam përgatitur vend, thot Zoti, për ju, në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa. Por unë po ju them, po shkoj t'ju përgatis vend dhe do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Kjo është shpresa jonë, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë. Dhe thotë, ta mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që e premtoi. Është besnik, motra dhe vëllezër, ai që na i premtoi një gjë të tillë. Dhe ne me këtë besim do të shkojmë, me këtë shpresë të madhe, motra dhe vëllezër, aleluja, që ai do ta mbajë premtimin, motra dhe vëllezër. Ai nuk do të më lërë, ai nuk do të më braktisë. E falenderojmë Zotin. Sikur, thot motra dhe vëllezër, nëna të braktisë fëmijën e vet që është e pamundur, unë kurrë nuk kam për t'ju braktisur, thot Zoti. Kaq e madhe është dashuria e Perëndisë për të gjithë, motra dhe vëllezër, ata që e duan Perëndinë. E falenderojmë Zotin.
Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Le të kujdesemi, thot, për njëri tjetrin, motra dhe vlezër, aleluja, për të nxitur për dashuri, të jemi të mbushur plot me dashuri për njëri tjetrin, thot vlezër. E falenderojmë Perëndin. Dhe të nxitemi që ta transmetojmë këtë dashuri në të gjithë, motra dhe vlezër. E falenderojmë Zot. Kjo është ajo për të cilën Zoti na thiri, të na mbushë plot me dashuri si bij të Perëndisë. Sepse kaq shumë e deshi Perëndia, thot njeriu, sa dërgoi të vetëm lindurin bir Jezus Krishtin, që kushdo që beson në të shpëtohet, motra dhe vlezër, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Me këtë dashuri, Zoti do të mbushë popullin e tij, motra dhe vlezër, që ne të kujdesemi jo vetëm për njëri tjetrin, por për të gjithë krijesat, motra dhe vlezër, aleluja, të lutemi për njëri tjetrin, të lutemi për njerëzit, motra dhe vlezër. Kjo është dashuria, sepse Zoti nuk erdhi për ata që ishin të pastër, nuk erdhi për njerëzit që s'kishin mëkat, por erdhi për mëkatarët. Flijoj, motra dhe vlezër, veten e vetë që të shpëtohen, lavdi emrit të shenjtë. Kështu dhe ne duhet, motra dhe vlezër, t'i ngjajmë, sepse kemi frymën e Perëndisë, kemi dashurinë e Perëndisë, na ka dhënë një emër, motra dhe vlezër, aleluja, të madh, bij të Perëndisë, dhe ne duhet të jemi vërtet të mbushur plot me këtë dashuri të Perëndisë për të gjithë njerëzit. Të lutemi, motra dhe vlezër, aleluja. Jeta e të krishterit është lutje, motra dhe vlezër, aleluja, dhe përdëllim në praninë e Zotit. Lutemi dhe përdëllehemi, motra dhe vlezër, në praninë e Zotit. E ndjejmë prezencën e Zotit, e ndjejmë zërin e Zotit, motra dhe vlezër, praninë e Zotit. Ai është me ne, sepse ai thot, kurrë nuk kam për të braktisur. Lavdi emrit të shenjtë. Pa i qurdor nga të mbledhurit bashkë, sikur se kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Mos heqim dorë, thot motra dhe vlezër, aleluja, nga të mbledhurit bashkë. Të jemi gjithmonë bashkë, thot Zoti vlezër, aleluja. Lavdi Perëndisë, sepse ne e dimë orën, motra dhe vlezër. Zoti na ka paralajmëruar për gjithçka që ndodh rreth nesh. Dhe thotë, kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ardhja e Zotit është afër. Ora e Zotit është afër, vlezër. Prandaj qëndroni të bashkuar, thot Zoti. Në një frymë, në një mendje, të gjithë së bashku, duke e pritur Zotin me gëzim, vlezër, aleluja. Bota nuk e njeh, prandaj, motra dhe vlezër, aleluja, çuditet. Nuk kupton, motra dhe vlezër, se çfarë po ndodh. Por ne dimë gjithçka, sepse fryma e Perëndisë na ka zbuluar të vërtetën, vlezër, lavdi Zotit. Dhe ne dimë që Zoti po vjen, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Sepse në qoftë se ne mëkatojmë me dashje, diqmëni me vëmendje, vlezër, aleluja, nëse ne mëkatojmë me dashje, mbasi kemi marrë dijeninë e së vërtetës, pasi e dimë shumë mirë, motra dhe vlezër, aleluja, që kush është mëkat, kemi marrë dijeninë e së vërtetës, e di çdo të thotë të mëkatoj tani, nuk mbetet me asnjë flijim për mëkatin. U flijua, motra dhe vlezër, aleluja, njerë Jezus Krishti për mëkatet tona, dhe tani nuk mundet, motra dhe vlezër, që i krishteri të qëndrojnë në mëkat, motra dhe vlezër. Lavdi Zotit. Shikoni, do t'ju lexoj diçka, vlezër, aleluja, që flet për mëkat. Lavdi Perëndisë. Po lexojmë në letra e parë e Gjonit, vlezër, në kapitullin e 3, thotë, kapitulli 3, vargu 8. Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi. Prandaj është shfaqur biri i Perëndisë për të shkatëruar veprat e djallit. Kush lindi nga Perëndia nuk kryen mëkat, sepse fjala e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të mëkatojë, sepse lindi nga Perëndia.
që do të thotë nuk është më mish, motra dhe vlezër, aleluja, por fjala e Perëndisë që veprojnë në te, që mbiu në zemra tona, bëri një krijesë të re, frymërore. Kjo krijesë e re nuk mund të mëkatojë, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Dhe nëse ne jemi rilindur, dhe nëse ne vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, pa më dorën e Zotit që veproi dhe na rilindi, ndryshoi jeta jona, me kujdes, motra dhe vlezër, duhet të ecim në fjalën e Perëndisë. E falenderojmë Zotin, vlezër, aleluja. Prej kësaj thot njihen bijtë e Perëndisë dhe bijtë e djallit. Prej kësaj njihen, ata nuk mëkatojnë, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk mundet që vllai të gënjejë. Nuk mundet që vllai, motra dhe vlezër, aleluja, të mëkatojë. Jemi të bindur, vlezër, pse? Sepse Zoti ka bërë një krijesë të re në ne, dhe ne kemi besim, motra dhe vlezër, aleluja, në Zoti ynë. Lavdi Zoti. Dhe këtu na këshillon, motra dhe vlezër, aleluja, dhe thotë, në qoftë se ne mëkatojmë me dashje, mbasi kemi marrë dijeninë e së vërtetës, nuk mbetet me asnjë flijim për mëkatet, por vetëm një pritje gjyqi e tmerrshme dhe një endezur zjarri që do të përpijë kundërshtarët. Kushdo që shkel ligjin e Mojsiut vritet pa mëshirë me deponimet e 2 ose 3 dëshmitarëve. Në Dhjatën e Vjetër kishte një ligj nga Perëndia, që nëse dikush mëkatonte, motra dhe vlezër, aleluja, me dëshminë e 2 apo 3 dëshmitarëve, thotë, ai vritej me gurë përpara të gjithë njerëzve, motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse kishte mëkatuar. Dhe Zoti na thotë, që dënim më të keq meriton, thotë, sipas mendimit tuaj, ai që ka shkelur me këmbë birin e Perëndisë dhe e ka konsideruar profan gjakun e beslidhjes me të cilën u shëndërua dhe e ka fyer frymën e hirit, ç'dënim më të madh do të ketë për këtë njeri, motra dhe vlezër, aleluja, që nuk ka frikë, motra dhe vlezër, aleluja, që nuk çmon këtë vullnet të Perëndisë, këtë flijim të Perëndisë, që nuk çmon frymën e Perëndisë që ka ardhur, motra dhe vlezër, aleluja, dhe Zoti na ka pagëzuar, sepse ne e dim atë që ka thënë, akmarrja më takon mua, unë do t'i jap shpagimin, thot Perëndia, dhe përsëri Perëndia do të gjykojë popullin e vet. Përsëri, thot motra dhe vlezër, Perëndia është ai që do ta gjykojë popullin e vet të zgjedhurit e tij, motra, aleluja. Se si kemi ecur, se si ecim, motra dhe vlezër, se si qëndrojmë në fjalën e Perëndisë. Gjë e tmerrshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë gjallë. Dhe tani, sillni ndërmend ditët e mëparshme, në të cilat pasi u ndriçuat, keni duruar një luftë të madhe vuajtjesh. Sillni ndërmend si erdhët në fillim, motra dhe vlezër. Kush ishim në fillim, si erdhëm në praninë e Zotit, çfarë bëri Zoti në jetën tonë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe për këtë arsye, të këtij ndryshimi të madh që ndodhi në jetën tonë, thotë, ju keni duruar një luftë të madhe vuajtjesh. Kalon, motra dhe vlezër, thotë, për arsye të tilla, ndryshimi në jetën tuaj, njeriu kalon vuajtje, është në një rrugë të ngushtë, nuk do të pranohet nga njerëzit, nuk do të pranohet nga të afërmit, motra dhe vlezër, do të gjykohet, bile do të përjashtohet, e shumë gjëra ndodhin, motra dhe vlezër, kur njeriu ndryshon, e falenderojmë Perëndin, kur njeriu gjen të vërtetën, vlezër. Herë duke u bërë objekt fyerjesh, dhe mundimesh, për shkak të emrit të Zotit, herë duke u solidarizuar me ata që trajtohen në këtë mënyrë. Duke u pajtuar me njerëzit që kalojnë të tilla, edhe ne vuajmë, motra dhe vlezër. Aleluja, e falenderojmë Perëndin.
sepse treguat dhimbje për mua në prangat e mia dhe keni pranuar me gëzim t'ju zhveshin nga pasuria juaj, duke ditur se keni për veten tuaj një pasuri më të mirë dhe të qëndrueshme në qiell. Ajo është pasuria jonë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe nuk na përket asnjë lloj gjëje në këtë jetë. E falenderojmë Perëndin. Preokupimi ynë është të ruajmë atë pasuri që morëm nga Perëndia, vëllezër, aleluja. Gjeta një thesar të çmuar dhe këtë thesar, motra dhe vëllezër, aleluja, që ta ruaj, shita gjithçka për ta ruajtur këtë thesar, për të qenë thesari im, vëllezër. Lavdi emrit të shenjtë. Kjo është pasuria që ne kemi në qiell. Mos e idhni tej guximin tuaj që do të ketë një shpërblim të madh. Mos e idhni tej guximin që kishim, motra dhe vëllezër, në fillim, por qëndroni në këtë guxim, motra dhe vëllezër. Të jeni të guximshëm për të çarë, për të ecur në këtë rrugë të ngushtë. Mos e idhni tej, thot, sepse shpërblimi juaj është i madh nëse do të qëndrojmë deri në fund, vëllezër. Lavdi Perëndisë. Sepse ju keni nevojë për ngulm që mbasi të bëni vullnetin e Perëndisë të merrni gjërat e premtuara. Dhe fort pak kohë dhe ai që duhet të vijë do të vijë dhe nuk do të vonojë. Dhe i drejti do të jetojë prej besimit. Por në qoftë se ndokush të riqet mbrapa, shpirti im nuk do të gjejë pëlqim në të. Por ne nuk jemi nga ata që të riqen mbrapa për humbje, por nga ata që besojnë në shpëtimin e shpirtit. E falenderojmë Perëndin. Ne nuk të riqemi mbrapa, vëllezër, aleluja, por besojmë në shpëtimin e shpirtit tonë. Ne besojmë, vëllezër, në këtë vepër që Zoti nisi në jetën tonë, dhe Zoti është ai që do të na udhëheqë, dhe Zoti është ai që do ta përfundojë me sukses, motra dhe vëllezër, aleluja. Fjala ime nuk do të kthehet bosh, thotë Zoti, pa bërë vepër, motra dhe vëllezër, aleluja. Ashtu si shiu nuk kthehet përsëri lart, motra dhe vëllezër, pa prodhuar toka dhe pa dhënë frytin toka, kështu është edhe me fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Zoti ta bekojë këtë fjalë, vëllezër. Amin. Aleluja.